dashtur një që ne të takohemi përsëri në shtëpinë e Xixit në emisionin Xixiland. Ne takohemi së bashku me aventura të bukura dhe me frymën pozitive të fëmijëve të vegjël që çdo javë kemi fëmijë të ndryshëm dhe i ftojmë këtu. Këtë javë Rumejsa ka dërguar një ftesë për një klasë tjetër të parë në shkollën fillore Marshall Tito. Ndjekim ftesën dhe rikthehemi me fëmijët në studio. Si të shihni, ndodhemi përsëri para shkollës fillore Marshall Tito. Sot kemi ardhur për të dërguar një tjetër ftesë për klasën para 7 të mësuesit Alim Jahja. Tani shkojmë të dërgojmë ftesën dhe të shohim se a do pranojnë. Jemi nga televizioni të UTA, personalisht jam Rumejsa, kam ardhur sot së bashku me Xixin t'ju dërgoj ftesën që të vini në emisionin tonë Xixiland. A dini ju fëmijë se çfarë është emisioni Xixiland? Dhe kam një ftesë që ju ftoj që ta hapni. Të shohim mirë ftesën që na kanë thënë. Jam Xixi. Jam i vetmuar dhe kam dëshirë të kalojmë kohë së bashku. Fëmijë, a do vini në shtëpinë time, do kënaqemi me Xixiland. Pranoni me dashuri Xixi. A pranoni të vini? A do ta pranoni ftesën e Xixi? Po, të gjithë, e? Shumë mirë. Pra të gjithë e kanë pranuar ftesën e juaj. Po, shihemi të shtunën. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ashtu siç e pat, Rumejsa ka dërguar ftesën, ne kemi marrë edhe përgjigjen e fëmijëve dhe sot i kemi këtu të rrethuar në studio, ku do të fillojmë pazituar me prezantimin e tyre se i shoh që në duar kanë edhe punimet e tyre. Fillojmë me prezantimin një nga një. Si quhesh? Unë quhem Hyria. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Një majmun. Kush ka ndihmuar ty? Apo ke bërë vetë? E kam bërë vetë. Bravo. Po ke dhe në një vjesh? Po. Mund të shkëm që kosh atje te kamera dhe ta thuash vjeshën. Vjeshta art, as me thua shar vërate shme sjell mua vjeshta qesht, edhe më thot të kam sjell vërata plot, hapi duar vogalosh, plot me fruta do t'i mbosh, moldar, thonj dhe rush. Bravo, shumë bukur. Si quhesh? Almira. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Një shtëpi. Bravo, si dhe punimin pak të kamera. Kush ka ndihmuar ty? Baba. Baba, shumë bukur. Nga ku a ke marrë inspirimin të vizatosh? Nga natyra? Pa. Bravo. Ke dhe ndonjë vjesh? Pa. Iriqi. Ne kemi një iriq, zhumbullak e shkurtabiq. A i mblidhet si një top, hop, hop. Ajo gjemba, po ta shkilesh të edhim kapa, po ta nkasët me një shkop. Se hidhet hopa. Si quhesh? Gjoza Veleq. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Një blet. Shumë bukur, kush t'ka ndihmuar ty për bletën? Nana. Nana, bravo, e ti nanën shumë? Pa. Shumë bukur, ke dhe në një vjesh? Pa. Mund të shkëm që kosh te kamera dhe ta thua vjesh. Gjeli ke don kiki, na foggia femi, macia ben, mia, sini letin su silo, cince begeron bebe, na fo, soni si dje, zogo qiteron që, shkoni shkov o femi. Bravo, shkojmë edhe manën tjetër. Si quhesh? Medisa. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Një lule. Cila ngjyra i ka bërë lulat? Me ngjyra. Ngjyra, kush ka ndihmuar ty? Mami. Bravo, ke dhe në një vjesh? Po. Mund të shkëm që kosh te kamera dhe ta thuash vjesh. S'më fërë, që është e sy kutë që në rrugë ndërçan, hajde së ndalit të në vend qëndron.
Për verdit që ndizet pas ti plot hare, ai dhe se të bëll gati në shpete ke. Po ai sy i blerë të me ngjyrë si bari, ai dhe se të kalo i lirë të shti i pari. Bravo! Si quhesh? Riges. Çfarë ke përgatitur Rigesët për ne? Kam përgatitur një shtëpi. Shumë bukur, kush t'ka ndihmuar ty? Nona. Bravo, ke dhe në një vjeç? Po. Mund të shkëm që kështë e kamera në të fërë. Në shko po s'ka, 10 vjetë i Musa. Në shko po s'ka, keni për të parë, sa më të mësaj, libra du të ruaj, si janë shumë të vyra, gjitha marasime, do të risketyre. Dhe sot në studio kemi edhe një voglushe, cila sot ishtë mysafirja jonë, ka ardhur me vllajën e saj, Rigersin. Si quhesh? Si quhesh? Diola. Diola. Përshëndetje Diola, kishe dëshirë të jesh me neve sot? Diola. A do në më i bashkë sot? Diola, gjetën e unë. Okej, bravo. Dhe kështu ne të shkojmë edhe me ngjitjen e punimeve të bukura, që sot këtu në zënës edhe pse janë pak, kanë punuar me përkushtim dhe shohim disa artistë të vegjël. Ne të shkojmë me ngjitjen e këtyre punimeve. Çka janë lulet erse? Lulet janë gjyrat. Çfarë ngjyret ka lulja? Ka verë. Lulet janë me qunanës. Çka janë lulet? Lule jesh marej. Çka janë lulet? Marej. Ku janë apim lulet? Marej për të të masë. Lulet janë me ngjyra. Me qunanës. Çfarë ngjyret ka lulet? Kuqe. Marej. Çfarë ngjyret ka lulet? Pink. Çka është pranvera? Pranvera vjen kur ka shumë zyrat. Kur ka diell. Çka ka tjetër në pranverë? Lule. Veja ja boj. Çfarë ngjyrash ka pranvera? Shumë gjyra. Çka është pranvera? Kur bëhet zlit. Çka është pranvera? Kur qerin lulet. Më shkon plash. Çka është pranvera? O jam plash. Çka janë flutrat? Çka është flutra? Me ruturu. Flutra është një si fluturen. Çfarë ngjyret ka flutra? Pej. A fluturu. Kush kanë flutrat u fluturu? Ne. Si fluturon. Kush kanë flutra? Ne. Flutra është me fluturu. Si fluturon flutra?
Në wings. Çfarë është flutra? Me fluturu. Ku shkon flutra të fluturu? Në gjirë. Me fluturu. Ku flutëren flutra? Ku shkon? Nej. Çka është harmonika? Momika jest Si duket harmonika? Shta. Çka bën harmonika? Me ty. Me këcy, a kësen erë si bukur? Me kanë kësen erë si? Me nane. Çka është harmonika? Musvirat. Bravo. Çka është harmonika? Anika jest me bo muzik. E çka është harmonika? E para dhe bo muzik. E çka është harmonika? Me bo muzik. Dhe fillojmë në rubrikën profesioni im, kur çdo javë kemi nga një të ftuar dhe flasim mbi këtë profesion. Sot në studio kemi një muzikant, përndryshe dhe profesor i muzikës në shkollën Bedri Elezaka në Anë të Malit. I ftuari për sot është Ardit Tinika. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje për ju, Jonit. Ju falenderoj për ftesën shumë. Është kënaqësi për mua që sot jam në këtë emision bashkë me Romesën edhe me këto bukurosha që janë të bashkë me ne. Ne të falenderojmë dhe do mundohemi që edhe pse janë shumë pak fëmijë të mësojmë rreth profesionit tuaj. Si thom na, pak e për marak, por ta inshallah shtohen, inshallah jena gjithmonë mesin e fëmijëve, se me të vërtetë është kënaqësi edhe për mua si si ka një kohë si 3 vite që punoj me ta, është një eksperiencë shumë e veçantë. Edhe do të mundohem që me ju përgjigj pyetjeve tyre se ta gjithmonë janë në atë botën e vetë dhe i kanë disa pyetje pak më interesante. Por unë do të mundohem t'ju përgjigjem. Faleminderit për Ne ftesën. do të fillojmë të marrim pyetjet. Fillojmë me shoqen tu në fillim. Cila është pyetja jote? I vogël a ki pas qef muzikën? A ke pas qef muzikën kur ishe i vogël? Po, shika, disi muzika është diçka që lind bashkë me te. Pa, nëse nuk ta nep Zoti atë talentin që thom na, nuk mundesh të marrë muzikë. Unë e mojnë mend qysh në moshën i huj, që kam qenë i vogël, kam pas dëshirë gjithmonë të merrem me muzikë, edhe nëse të që jeni pak më të vegjël, po unë ja kam nisë me muzikë aty ka klasa e 4, mund të them ja kam nisë në festivalin e këngës për fëmijë, aty kam bërë këngën e timit të parë. Pastaj duke u rrit e pash që fillan edhe zani të ndryshoje, atëherë mendova të kaloj te pjesa e instrumentit, edhe kështu që prej në moshë pak më të madhe kam vazhduar të merrem me muzikë si instrumentist. Mandej përfundova dhe shkollën e muzikës edhe ja ku jam sot. Ja ku është si profesor i muzikës. Shkojmë edhe me pyetjen tënde, cila është pyetja jote? Si është thirr kënga jote? Kënga ime e parë. Kënga ime e parë e moj mend si sot. Ma ka punu si dhurat mësuesi jam i muzikës Kadri Doda. Është thirr kënga mësuesit tim. Edhe qysh në atë kohë, me sa po duket, unë e kam pas se çfarë profesionit kam me zgjedh në jetë. Edhe është kënaqësi se në fakt mësuesi im Kadri Doda, para se unë të filloja me punu, ai doli në pension. Ta ka lëshuar vendin. Bravo. Kështu që është kënaqësi për mua se në fakt në atë shkollë kam marru shkollën edhe kthehem tash si mëdhënës i muzikës. Kështu që kënga ime e parë ka pas emrin mësuesit tim. Në festivalin e dytë të këngës për fëmijë, mos gaboj viti 2006-2007, diçka ashtu ka qenë, parafarsisht. Edhe dhurata mësuesit ka pasur sukses? Po, me sa po duket, po. Të kthej edhe... Unë jam me një gjithë jetën, ati edhe gjithë mësimdhënësave të mi që kanë punu me mu, se shiko, nuk është ka lajtë punosh me fëmijë. Unë tash e shoh vetë që ka marrë këtë profesion, këtë, si më thënë, tash e shoh se si që është dasht atyne me punu me neve, kështu që edhe unë mundohem me ta mundësit e mija që kam, që t'jam sa maj afert me fëmijët, me nxancët. Po, për mosha është pak edhe më lartë fëmijëve që ju jetë mësim. Sigurisht, unë sot, e thashtë edhe në fillim, është pak një emocion edhe më i veçantë, se unë punej me fëmijë prej të klasa 6, 5, ashtu, kështu që ta janë klasë të parë,
Unë me fëmijë pak më të rritun, por gjithsesi kënaqësia gjithmonë e veçantë. Shkojmë edhe me shoqen, a ke menduar pyetje? Po, Cila është pyetja? qa instrument ishte bie? Çfarë instrumentit i bie? Unë kam marrë shkollën e muzikës, unë ekzekutoj në piano, por sigurisht ekzekutoj edhe në ta instrumentet pak ma moderne, si që janë tastiera. Instrumentet me tastier, aty jam unë në të fursë, instrumentet me tastier, pianon e këto tjera. Ne çojmë edhe gjatë verës edhe në përdasma, këto ndoshta nuk din, Nuk e din, po sigurisht unë nuk janë akoma të rritur që të shkojnë në përdasma, por si arrin ta menaxhosh kohën? Një profesor i muzikës edhe në të njëjtën kohë edhe i bi urgules në dasma. Po shiko, nuk është... Sa ishte vështirë? Me të thënë drejtën, nuk është se është kollaj, por kur e bën me dëshirë një punë, mendoj që ja arrin. Unë kam për veti, bashkë kam përmendur edhe në disa intervista tjera, që më pyesin sa kohë jo merr muzika nga dita juaj. Unë zgjohem çdo ditë, jam punë në orën 8 deri 1:30, mandej ose jam në studio duke kompozuar diçka, duke marrë me një muzikë diçka, ose jam ndonjë mbrëmje festive, ndonjë dashje, ndonjë aktivitet muzikor. Kështu që Tërë dita tërë dita me muzikë, kënaqësi është, por e ka edhe ajo lodhen e vet, sigurisht e ka obligimin e vet. Ne do të shkojmë të marrim edhe pyetjet e fëmijëve në anë tjetër. Vazhdoj me pyetjet edhe tanës tjetër. Cila është pyetja jote për muzikantin? Ku isha i vogël a ke pas një dëshirë tjetër? Kur isha i vogël, po shiko, kur je i vogël, dëshira gjithmonë, si them, edhe në rënë, na shumë kena dëshira kur jena të vegjël, por zakonisht gjithmonë kam qenë te fusha e artit. Aty zakonisht kam qëndru. E kam ditë mendoj qysh i vogël si kam dashur merrem me këtë profesion, kështu që nuk është se kam ndryshuar fort. Te muzika kam ndaj qysh i vogël edhe kam vazhduar me muzikë. Ashtu si tha muzikantit, një ndër dëshirat e para ishte të bëhet këngëtar, por rrugës e ka kthyer të bëhet një instrumentist. I bie urgules, e dini ju çka ishte urgulja, pianoja? Pianon e dini ju, keni pa në shkollë? Bravo. Shkojmë edhe me shoqen. Po pyetja jote? A është ma që mësus apo me bë muzikë? Kja shumë pyetje interesante. Shika, me thonë drejten, unë para se unë ja kam nisë profesionit një herën si muzikant, ka përafërsisht 8 vite që merrem me profesionin si muzikant, por tash ka 3 vite që merrem me profesionin si mësimdhënës. Me të thonë drejten, të dyja kanë atë kënaqësinë e vet, por në fillim kur ja nisa më marrë me punu si mësimdhënës, e nisha një siklet në fillim. Por se si do të cilem me fëmin, qa do të bëjë e këto tjerat. Eksperiencë e re për mu. Por me kohen, aq që shumë fillojnë e të bëjnë fëmija për veti, sa që është një ndjesi edhe ma veçantë punash në shkollë, se sa t'jesh me punën si muzikant. Kështu që mendoj që ma kënaqësi kam punoj në shkollë. Kjo është përgjigja ime. Po nga ku keni marrë inspirimin të merreni me muzikë? Inspirimin nga ku kam marrë të merrem me muzikë. Apo nga ku edhe e merrni sot? Unë nuk është se rrjedh nga një familje prej muzikantave, se gjithmonë thojnë si duhet kesh diku një, por mendoj që daja jem, ai ekzekuton instrumentin tonë popullor me shifteli. Unë e moj mend si i vogël që shkoshe tek ai, shtu për vizita, edhe aty mendoj si kanë ata momentet e para me muzikë. Kështu që në shkollë më sëndej, mendoj që me mësusat shkollë, me mësusin e muzikës, aty e kam bure jo aktivizimin në korin e shkollës, edhe aty e kam bure që aty e kam marrë ata inspirimet e mia para. Mendoj që me kohën është diçka që ndërtohet me kohën kjo. Aty kanë qenë fillimet e mia, inspirimi jam i parë për muzikë. Ardit, falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tënde në rubrikën Profesionim në emisionin e fëmijëve. I ke japur një gjallëri studios sonë sot me përgjigje dhe bukura dhe spontane për këto fëmijë që ndoshta nuk ishin pyetje shumë, por kemi arritur që të marrim thelbin.
nga këto pyetje? Unë ju falenderoj shumë për ftesën, thash është një kënaqësi e veçantë, ju falenderoj shumë gjithë ta fëmijët që kanë ardhur sot me ne dhe ju dëshiroj suksese gjithmonë në jetë, po ashtu edhe juve dhe Rumejsës, bashkë me televizionin Teuta, ju falenderoj gjithmonë dhe ju dëshiroj suksese gjithmonë. Faleminderit shumë. Dhe ky ishte i ftuari, këto ishin edhe përgjigjet nga pyetjet e fëmijëve, ne në vazhdim të shkojmë me rubrikat e radhës. Miq të dashur, përshëndetje. Po takohemi sërish edhe në një Xizi News të radhës. Ju e dini që Xizi është shumë ambicios. Nuk la aktivitet pa provu. Duke më ndëgjuar mua të fol për sportin e tenisit, vendosi edhe ai më marrë më shiku. Por ajo vetëm që shikoj, me njëherë u regjistrua, mori raketën e duar dhe filloi të ushtroj. U kënaq shumë Xizi, tani çdo javë do të vijë me mua. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër. Xizi javën që lam pas shkoi në një muze. Pikërisht në muzeun ku ndodhet statuta mbretëreshës Teuta. Xizi ishte shumë kurios, sepse televizioni ku ai jetonte e kishte bashatemër, që është televizioni Teuta. Aty ndëgjoj shumë për të, që ishte një grua shumë ambicioze, që synonte bashkimin e gjithë fisëve ilire, e shumë gjërat e tjera. Tash, Xizi është shumë i lumtur që televizioni e ka bashkë të. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër. Edhe pak ditë në ndaj nga muaj Ramazanit. Xizi e di që në këtë muaj çdo shpërblim i veprës së mirë shumë fshohet. Dhe si hap të parë, Xizi bleu një kasë që të mbledh para për ato që të ke nevojë. Lumun për ty marr Xizi se çfarë zemre ke. Meteorologët për këtë javë kanë lajmëruar kohë. Pak me diell e pak me shi. Këto të moshuarit tonë
Inshallah me dill se si ka me hy, ka me shku tanë Ramazani. Kurse ne fëmijët, kur jemi të gëzuar, e kemi çdo ditë me diell. Kaq prej meje sot, nga unë Rumejsa. Miru pafshim. Jam bërritëm në rubrikën Zizi ka bën, Zizi mëson. Ne do shikojmë Zizin sherrin se çfarë ka bërë këtë javë keq dhe si e ka përmirësuar. Le ta ndjekim. Kam kuptuar që Zizi ka qenë të fjeti, ka barë lëllmi, edhe ka mila e alarmin, edhe prep ka ra me fjet. Gjaqisht, Gabim. po, por në veprimin e dytë, Qa ka ba? Ka ba ish vesh, edhe ka shku në shkollë, ka thënë që më së banua. bravo. Shkoj me shoqen. Cili ishte veprimi i gabuar i Zizit? Apo keq që nuk ka qu. Nuk ishte qu. Edhe në veprimin e dytë, cili ishte veprimi i sakti? Cili ishte veprimi i sakti? I pari ishte gabim, kurse i sakti? Se ishte qu mu ba gati për me shku në shkollë. Bravo, dhe çfarë ka rregulluar Zizi para se shkonte në shkollë? Krevetin, a rregulloni ju shtratin për para se shkoni në shkollë? Pa. I ndihmoni mamit? Pa. Bravo. Çfarë ke kuptuar? Me vak me shku shkollë, Bravo, duhet me vakt të zgjohemi dhe mos të vonohemi për në shkollë. Shkojmë edhe manën tjetër, marrim edhe 2 përgjigjet. Çfarë ke kuptuar te? Çfarë ka bërë Zizi? Ti ka qenë të fjet, i ka ra zila, e ka fik. Po në veprimin e dytë? Ka qenë të fjet apo gate për me ikë shkollë. Bravo. Edhe shkojmë me shoqen. Çfarë ka bërë Zizi sakt në veprimin e dytë? Ka rregulluar shtratin. Bravo, është zgjuar dhe që mos vonohet për në shkollë, shpejt e ka rregulluar edhe shtratin ashtu, çfarë duhet të bëni edhe ju. Dhe kështu do të shkojmë edhe me videon e dytë dhe marrim edhe mendimet e tjera për videon. Bring it back.
kuptuar që Zizi ka pa drumca dhe E ka fshi. e ka fshi. Po në veprimin e parë, çfarë bëri gabim? Bëri ka bem që ka pa drumca, më së maj që ka hongër edhe që ka mledh. Okej, bravo. Shkoj me shoqen. Çfarë ke kuptuar? Kam kuptuar se Zizi ka pa drumca. E në veprimin e dytë, si e përmirëson Zizi gabimin e vet? Pse i ka mbledhur, i ka mbledhur edhe ka ikur. Bravo, dhe ka përfunduar ushqimin. Nuk ka luajtur. Shkoj me shoqen. Çfarë ke kuptuar? Didi, çka ka bërë? E ka hjau dëmsat. Po në veprimin e dytë? Për me në dytë, e ka hjau. Okej, bravo. Shkoj me Rigersen. Çfarë ke kuptuar te? Gigi ti ka il grand chat në për tokë, Edhe pastaj? e pastaj edhe në dytë i ka mere grand chat. Bravo, në veprimin e dytë i kam mbledhur. A është drejt që Zizi, jo Zizi, po të gjithë, të luajmë me ushqimin dhe të bëjmë dromca ashtu dhe mos t'i mbledhim? Jo, bravo. Po, si duhet të veprojmë? E ke pastruar pas gabimin e tonësh. Duke pastruar pas gabimeve që bëjmë, bravo. Dhe kështu e përmbyllim edhe rubrikën Zizi gabon, Zizi mëson, ne vazhdojmë përsëri me rubrikat e tjera. Jemi në rubrikën Mësojmë Anglesh, një rubrikë që fëmijët e dojnë shumë. Dhe tani do ta shohim se sa din këto fëmijë gjuhën angleze. Fillojmë. What do you see on the screen? What do you see there in the screen? A boy with books. Bravo, you see a boy with books. He's carrying some books. Shkojmë edhe me foton e dytë. What do you see on the screen? I see a photographer. A photographer. What does a photographer do? Take pictures. Bravo, a photographer takes pictures. Shkojmë edhe me shoqen. What do you see on the screen? Boy laughing. It's a boy laughing hard. Shkojmë edhe me shoqen. What do you see on the screen? I see flower. Bravo, you see flower? There is a flower with 3 different colors. Purple, red and pink. Bravo. Shkojmë edhe me shoqen. What do you see on the screen? A train with kids. A train with kids. It's a colorful train. We see a nature and some kids. Dhe kështu përmbyllim edhe rubrikën e Mësojmë Anglisht, duke marrë parasysh se kjo është një klasë e parë. Ne i kuptojmë edhe përgjigjet e tyre që janë të thjeshta. Ne në vazhdim do të shkojmë edhe me rubrikën e prallës, ku Rumesa ka përzgjedhur një prallë të bukur sot. Ulemi dhe ta ndëgjojmë. Rumesa dhe Ola Vogël jemi ulur këtu poshtë të tavolina dhe do të lexojmë prallën për voglushet e grupit të parë të kësaj klase. Rumesa ja fillon? Po, një herë e një kohë na ishte një kal që jetonte në një fermë. Kali u plak të punonte në kohë, edhe pse ai punoi në fermë për shumë vite. Fermeria hoqi kalin sepse nuk mund të punonte më. Këtu nuk ka ushqim nëse nuk punon. Jeni një model i keq për kafshët e tjera të fermës. Nuk mund të qëndroni me këtu. Nëse vërtet doni të qëndroni këtu, ekziston një kusht që duhet ta bëni. Duhet të sillni një luan në këtë fermë. Nëse e bëni vetëm atë herë, nuk
nuk mund t'ju heq, tha fermeri. Kali u zemërua shumë me pabesin e pronarit të tij, sepse ai jetoi në fermë për një kohë të gjatë. Nuk ishte aq i fuqishëm sa kishte qenë. Megjithatë, ai shkoi në drejtim të pyllit dhe filloi të kërkojë një vend të lumtur dhe paqësor. Kur me shetëtin i trishtuar në pyll, u ndesh me një dhelpër. Cili është problem, shoku im? Pse je kaq i mërzitur, tha dhelpra. Jam shumë i trishtuar, tha Kali, dhe i tha dhelprës atë që i kishte ndodhur. Dhelpra gjeti një plan dinak dhe i tha Kalit: "Shumë e lehtë ajo që duhet të bësh, është të shtrihesh në një pemë dhe të presësh." Kali u shtri në një pemë dhe dhelpra shkoi në shpellën e luanit. "Mbreti i pyllit, mbreti im i dashur, luani i madh, jemi shumë me fat sot." Një kal erdhi në pyll dhe vdiq në një pemë. Ai është nën pemë tani. Ai duhet të jetë një kal ferme sepse është shumë i dhjamosur. "Mund të kemi një festë të shkëlqyer për disa ditë," i tha dhelpra luanit. "Shumë bukur, kam qenë i urritur prej ditësh," tha luani. Ai erdhi në pemë dhe donte të hante kalin, por dhelpra tha: "Ne duhet ta marrim këtë kal në shpellën tuaj. Nëse do ta hajmë këtu, hiena dhe grabiqaret do të na shqetësojnë." "Keni të drejtë, por si do ta çojmë këtë kal të rënd në shpellën time?" pyeti luani. "Juve keni këmbë shumë të fuqishme. Ne mund të lidhim kalin të bishti juaj, kështu mund ta bartim lehtë," tha dhelpra. Luani pranoi. Dhelpra lidhi bishtin e kalit me bishtin e luanit, u përkol në veshin e kalit dhe tha: "Mbarova këtu, pjesën tjetër varet nga te." Kali pa pritmas u ngrit në këmbë dhe filloi të vraponte. Kali ja çoi luanin në fermë. Fermeri pa kalin dhe luanin dhe u ndje shumë i tërpëruar për atë që bëri me kalin. Dhe lëshoi luanin dhe e ruajti kalin deri në fund të jetës së tij. A keni kuptu? Dhe çfarë donte të thonte kjo përrall? Kjo përrall donte të thonte se miqtë e vërtet nuk lehen në balë. E keni kuptuar? Bravo! Ola, a din se cili është ky moment? A di kush do të vi tani? Xizi. Ne do të therasim Xixin. E therasim Xixin? E dini fjalën magjike? Cila është? Xizi, të lutem. Xizi, të lutem. Dhe ja ku vjen Xizi. E kemi përfunduar përrallin edhe Xixi na ishte bashkangjitur. Ky ishte grupi i parë i klasës e para 7 të mësuesit Alimit. Ne i falenderojmë shumë grupin e parë që ishin aq të sjellshëm dhe të mirë, në të njëjtën kohë dhe të zgjuar, dhe ne kështu përmbyllim edhe një emision tjetër. Romesa, kush vjen javën e ardhshme? Javën e ardhshme do të vijë grupi i dytë i kësaj klase. Grupi i dytë. Dhe jeni kurioz të dini se kush janë të grupit të dytë? Por edhe ato klasë që i kishim, shkoni në YouTube, në kanalin e TVT Uta dhe bëni subscribe, që të jeni gjithmonë në kohë me neve. Ne ju falenderojmë shumë që na ndoqet. Ne takohemi çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit me reprizë të dielen, po ashtu edhe në kanalin tonë, siç ju thash, mund të ndiqni emisionet e kaluara. Tu ju themi mirupafshim, qëndroni me neve sepse në vazhdim kemi edhe emisionin e përrallave. Deri tek takimi i ardhshëm i së shtunës, mirëmbëçi.